si pazari gjës. Pra nuk i nështrohet një proces. Shqip qene bliklysh. Kjo nuk është politik. Kjo është biznes. Se unë prandaj jam ndryshe dhe përpalle me të mitë dhe me të tjerët, me kundërshtarët. Sepse nuk mund të shoh më politikën si biznes. Rama dhe Berisha shohin politikën si biznes. Qofse populli do të vazhdojë akoma ta shohë si biznes, i ka aty, le të ngopet me ta. Në qofse populli do shërbimet e munguara, investimet e munguara, trajtimin identik, si ati që banon mbrapa dajtit në Shëngjergj, si ati që banon në blok, në qofse do këto, duhet kërkoj përgjigje, duhet kërkoj llogari nga këta njerëz. Zoti Gadilli, ju thoni opozita nuk ka ide, edhe në parlament gjithashtu, prandaj shikojmë gjeste dhe sjellje të tilla. Po mirë, nga ana tjetër, majoranca ja ka marrë frymën, e ka futur aty në cep edhe po i dikton në një farë mënyrë sjelljen? Shumë evidente që, shumë e dukshme që Rama vazhdon bile të rritet arroganca, të rritet agresiviteti ndaj opozitës. Aq më tepër që sot ndihet i pasfidueshëm politikisht, sepse sa kaluan zgjedhjet. Ka thyer rekordin, ka marrë mandatin e 4. Pra një gjë e tillë po ndodh. Po ndodh, patjetër. Dhe ajo që mua më shqetëson, nuk është thjesht sjellja e Ramës. Më shqetëson fakti që përballë kësaj sjellje, opozita nuk është në gjendje të gjenerojë një projekt të ri politik, që të kthehet nga kundërshtar në opozitë. Se Berisha është kundërshtar me Ramën, po janë identik. Janë si dy ortak që zihen për përqindet në një biznes. Ajo që do ta bënte ndryshimin, do sillte ndryshimin e dur, do duhet ishte një politik që prodhon opozitën si alternativë, jo si kundërshtar. Një ligjërim i ri. Një ligjërim i ri. E keni sa që ndron kjo? Ja ka marrë majoranca frymën opozitës? Seanca e fundit, ajo e parafundit e prezantimit të ministrës virtuale, të inteligjencës artificiale Dilla, ishte një tallje e vërtet, dhe nuk ishte tallje vetëm për opozitën, ishte tallje për vetë njëherë ministrat e qeverisë, dhe ishte tallje me qytetarët dhe me vetë parlamenti, që presupozohet që është, le të themi, tempulli i demokracisë. Asaj demokracia të pretenduar, se nuk besoj se e kemi jetuar ndonjëherë. Atë opozitarët e kanë pasur reagimin legjitim, po thua. Unë mendoj që reagimi i tyre ishte i drejtë. Sigurisht që ata duhet ta kundërshtonin atë tallje që po i bënte kryeministri. Problemi është tek ligjërimi që t'i bën Ilir. Sepse unë tek sa e shija seancën parlamentare mendova një skenartimi si PD-ja mund ta kishte zgjidhur. Në momentin që Edi Rama prezantonte diellën, të gjithë Partia Demokratike dhe ndoshta edhe partitë e tjera të vogla mund të kishin dalë jashtë në obor dhe le të bënin parlamentin e tyre. Pra të merrnin të improvizonin një foltore dhe të dilnin të gjithë të foltore dhe të thonin fjalët e tyre dhe do kishin paralelisht në një ekran parlamentin brenda të Edi Ramës dhe parlamentin e opozitës. Unë them që zhurma nuk është zgjidhja. Sigurisht që PD-ja ka të drejtën ti kthehet me forcë, ti kthehet edhe me arrogancë, këto janë elementë të demokracisë dhe ne nuk kemi probleme me këtë. Problemi është që argumenti është forca kryesore. Pra se si ti je i përballesh me kundërshtarin, çfarë i thua ti qytetarëve dhe çfarë i thua zgjedhësve. Unë besoj që sot qytetarët nuk duan më të dëgjojnë zhurmë në parlament. Zhurmë për zhurmë na janë dëmtuar veshët. Unë duaj që Partinë Demokratike kur të dalin në foltore dhe kudo ku ajo mund të dalë, qoftë edhe në shesh, ta dëgjoj. Dua ta dëgjoj çfarë ka ajo për të më ofruar më ndryshe nga ajo çfarë ofron shumica socialiste. Gabim mbyllja e seancës më të rëndësishme? Patjetër, Edi Rama në atë seancë ishte kryeparlamentari, ishte dhe kryeministri. Kryeparlamentari duhet merrte rolin e vet, ka pasur seanca të kaluara, besoj zoti Kadilli duhet të kujtoj. PS-ja dhe PD-ja janë përplasur me njëri tjetrin, janë përplasur edhe më fort madje, por kryetari i parlamentit i ka marrë veçantë, e ka gjetur një zgjidhje, e ka gjetur një kompromis dhe parlamenti ka rifilluar, ndërsa ajo prerje në mënyrë të një anshme dhe në mënyrë shumë të fortë nga kryeministri me urdhër, i thonte Niko Peleshi të lartë me urdhër, ne e mbyllim seancën, nuk duhet shkonte kështu. A është kjo një shenjë forte ngelida, siç tha edhe zoti Kadilli, se prevotenca e kryeministrit Rama vetëm do të rritet në këtë mandat katërt? Kjo do të jetë basti i fortë i Partisë Demokratike. Sa e zgjuar në lëvizje do të jetë Partia Demokratike për ta përballur këtë shumicë socialiste. Cila është rruga dhe skenari i dur që ajo duhet të zgjedhë për të qenë edhe në parlament, por edhe jashtë parlamentit një zë i dëgjueshëm. Cila është kjo rrugë? Se çdo ditë flasim në studio televizive, po ligjërimi i lirë. Ligjërimi ka të bëjë shumë e rëndësishme. Nuk kemi nevojë që çdo ditë të shohim Sali Berishën në Partinë Demokratike. I vetmi njeri që del në selinë e PD-s është vetëm Sali Berisha. A thua se Partia Demokratike nuk ka emra të tjerë, nuk ka njerëz të tjerë. Ka njerëzit nevojë të dëgjojnë edhe emra të tjerë. Nëse ndryshojnë ligjërimi dhe veçmas ligjërimi që ka të bëjë me drejtsinë, pra procesi gjyqësor i Sali Berishës nuk duhet të jetë me patjetër ligjërimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Do të flasim dhe për këtë, por do të flasim edhe për
atë që zgjedhësit e kanë votuar në fund ditës së Partinë Demokratike, ata zgjedhës që e votuan. Nuk e di sa, ma kuptove idenë sa i rëndësishëm është ligjërimi. Shumë e qartë, zoti Kadilli, e mbyllim bashkë. Po, keni diçka për shtuar? Jo, pajtohem krejtësisht me atë çfarë Unë doja t'ju pyesja, do të kemi surpriza për 6 bashkitë, cilat do të shkojnë zgjedhjet parakoshme? Dhe kur flas për surpriza, e kanë fjalën ndoshta do drejtohen nga Partia Demokratike, nga opozitar? Nuk besoj, nuk shoh, janë bashki që në terrenin e tyre në përgjithësi janë terrenet majta, në përgjithësi. Po, e bëm një rezume. Ka një elektorat të majt, por përveç kësaj, edhe sigurisht në zona që kanë elektoral, po themi të balancuar ose të djathtas, Partia Demokratike që është opozita kryesore, sot është në ditë shumë të këqija, nga pikpamja e organizimit, ka një dëshpërim shumë të madh në bazë, fakti që nuk ka asnjë lëvizje përtej se listë partisë. Mjafton të shikoni degët në përrethë, nuk i gjen degët e hapura, nuk gjen më njerëz rrotull Partisë Demokratike, sepse kur ti humbet për të katërtën herë radhëzi në opozitë dhe thua, pse po ri këtu? Çfarë jam duke bërë? Kur shikon që janë për 4 palë zgjedhje me radhë, prodhohet i njëjti kryeministër, e njëjta opozitë me të njëjtat njerëz, të njëjtë drejtues qarq që janë në 4 palë zgjedhje të fundit. Dhe s'ndron asgjë. Atëherë për çfarë njeriu urim politik? Nëse nuk gjen që tek instrumenti i Partisë Demokratike nuk gjen mundësinë për të shprehur veten politikisht dikush që ka ambicie, që mendon që mund t'i bëj punët më mirë në atë qytetin e vet apo edhe në gjithë Shqipërinë, njerëzit atëherë do dëshpërohen dhe do largohen. Qartë. E fundit,